se çka ka qenë front, çka ka qenë aleancë, çka ka qenë ortakëri. Dhe front për mua është që të mblidhen disa forca bashkë për një qëllim i cili është armiku i përbashkët. Okay. Pra nuk do të thotë që ne të dy jemi ortak, se ortaku me ortakun nuk zihet. Se për ndryshe kompania shkon dëm. Është normale, kjo është logjike. Po çaj një zonë jam qafsh. Ja pra, një sekond. Jo, ja pra, doja ta shpjegoj, Hajde shpjegoj. Edhe front do të thotë që kë kemi neve si interes përbashkët të luftojmë shëndritin. Më kupton? Tani, atëherë, nëse ne kemi shëndritin për qëllim për ta luftuar, mblidhemi edhe nëse ne të dy jemi armiq, mblidhemi bashkë, sepse forcat tona janë më të forta për të luftuar shëndritin. E kupton? Tani, në momentin që ne godasim shëndritin dhe shëndritin nuk ka më vlerë në këtë betejë të madhe që jemi këtu, pra po flasim me metaforë, Po. Atëherë ne të dy kemi marrë punë bashkë. Është si kontratë në thojza. Po. E kupton? Dhe do vazhdojmë lojën me njëri tjetrin se jemi në front, pra ne them front. Po. Kur jemi në front, do më thënë ushtria jote me ushtrin time, shkojmë i bim X-it. Do më thonë, keni qëndrim të njëjtë ndaj dikujt. Po, kemi interesin e përbashkët që të luftojmë një armik i cili është kundra nesh. Do më thënë, unë në kokën time e kam si paralelizëm me, për shembull, po themi, ka qenë Gjermania e Hitlerit, që ishte kundërshtari, do më thënë që ishte opozitari më i madh i gjithë botës, dhe ishte Amerika, Franca, Britania, në një krah, dhe ishte Rusia në krahun tjetër. Po. Tani, kur momentin që këta kishin të njëjtin armik, u bën bashkë. Pra, kur njëri armik, kur këta i shkon Rusis, e kuptoj konceptin. Kjo është e gjitha dhe mbasi mbaroi lufta, Rusia dhe Amerika ishin luftë prapë me njëra tjetrën. Po. Kjo është ideja ime. Pra të pyetjen që bëra. Përveç fronit, domethënë, a e ndjen vetë frontit, s'ka të fronit. A e ndjen vetën që në një moment të caktuar ke me u sulmu nga Rogerti? Patjetër. A është afër çaj momenti? A jetu e ndje ose kam përshtypjen që ose ku e ndjen që ka me të sulmu Rogerti? Po Son mendoj që në një fazë lojës normalisht këtë kanë mu coptu edhe hipotezat ai ka hedh. Hipotezat i ka hedh. Për bashkimin tonë me Selinë. I ka hedh. Jo për bashkimin, për raportin me Selinën. Në rastin Del Gimbo, po e ka thonë që... Për mendimin tim, është raporti që kam unë me Selinin. Do më thënë, nuk po them bashkimi apo ndarja... Atë që kam. Që kam pas, atë që kam. Që rrjedhimi është nga që kam pas. Dhe çfarë mund të ndodhi. Se gjithmonë ku parashikohen gjërat, parashikohen në bazë të asaj që ka kaluar. Patjetër. Prandaj është historia, se nuk fshihet historia. Ti lexon një libër historik për të parashikuar të ardhmen, apo jo? Patjetër. Kështu që ose bën një analizë çka ka kaluar që të thuash, dëgjoj, e ardhme mund të jetë kështu, se din kush të ardhmen. Dhe ai këtë hipotezë ka hedhur në përshkrim. Përderisa pret musulmu, e pret në një moment të caktuar musulmu prej Rogertit. Zyrtarisht e pres. Pse e pret edhe nuk fillon të sulmin i pari? Sepse nuk kam arsye për momentin që unë të godas atë që po themi e kam në të njëjtin front. Po flas me frontin sa e kam fiksim këtë fjalë. Por thu nuk kam arsye, ai po ta akuzon, po ai po i ka hedh çdo hipoteza. Hipoteza, kur ti bëj këto hipoteza zyrtare, normalisht ose kur mua të më vi situata që ta kem para syve, e kupton? Po. Unë atëherë do reagoj me patjetër sepse jam dhe unë për një qëllim në këtë lojë. Më kupton? Nuk dua të nxitohem tani sepse mund të jetë një provokim siç thua ti, dhe unë s'kam se të bie pre provokimit. Jo, ndonjëherë është një akuzë, nuk është një provokim. Akoma se ka bërë akuzë. Mendon që s'ka bërë akuza? Akoma sepse akuza bëhet në bazë të fakteve. Më kupton? Unë
Paktën, kështu e kuptoj. Përderisa thot, unë e di që këta e kanë loj dhe në një moment tash këta kanë mu bë bashk, është konstatim. Kanë mu bosh në tarë. Po është konstatim. është fjallë definitive, të më thonë me dalin i gimbos, këta kanë mu bë bashk. Pra, po të dali gimbot. Ama pse për shembull ti rrin në qetësi kur thuhen çdo gjë. Ashtu duket se unë qetësi. Po duket se ti rrin qetësi. Jo, po unë ja përgjigje. Cilat përgjigje ke dhënë? I kam thënë. Nuk i kam dëgjuar. I kam thënë. Nuk kam dëgjuar. Si ke dëgjuar ti, po se s'ke qenë aty se unë kam biseduar me të. Çfarë ke thënë? Përgjigjet e mia, ai thot, shive çamer, ai thot. Ti prandaj edhe Chelsea, thot ai, sepse ti ke bër marrveshje, thot në kokën tënde, po e them me fjalët e mia tani, se unë nuk do t'i mbaj mend çfarë thot ai, se ai një fjali e thot tani kështu. Jo, ti thua fjalën tënde. Unë e them me fjalët e mia, çaj kuptoj unë, që ti ke bër marrveshje me Gimbon, me Selinin, që ju do bëni bashk, sepse jeni më të fortë, thot ai, edhe do na bini neve, mua, tjetri gjithë shtëpisë, që të shkonin finale.